unë kam kërkuar kohë ta çmoj këtë. Edhe unë jam 10 minuta mbasi. Që mund lidhe me përjashtimin e gjyqtares për vendime haptazit të kërkesë. Se tani dhe ne juridik kemi mbaruar. Tani, nëse ka të bëjmë me këtë kërkesë, Klodi, që të sqarohet opinioni publik. Klodi, koha opinioni publik do sqarohet kur sqarohem unë. Koha që ne kërkuam, po patjetër, jam i pasqaruar sepse jam i paqartë në lidhje me këtë vendim gjyqësor, sepse procedura penale është e shkruar e zezë mbi të bardhë. Tash ju pëlqen juve dhe mua edhe publikut, po kjo është një e vërtet, kështu që unë nuk mund të konsumoj kërkimet e mundshme që mund të bëjmë ose jo, nuk është në një hata e madhe që të mos bëjmë asnjë kërkim, ose mund të bëjmë një kërkim, por sigurisht mbasi ta konsultojmë këtë me personat të cilët na kanë mandatuar për ta bërë këtë punë. Dhe unë nuk mund të shprehem këtu në lidhje me çfarë mund të kërkoj nesër, pa konsumuar takimet me ata që më kanë mandatuar dhe pastaj të flas me Anilën, me Klodin dhe me kolegët. Vendimin e gjykatës për rrëzimin e akteve, si e konsideroni zoti Gjukuta rrëzimin e kërkesave tuaja deri në këtë fazë? Unë e thash, ne kemi bazuar kërkesat në kodin e procedurës penale, do të thotë, po të marrë vetëm një rast, një ekspert që djalin e kanë BGH edhe s'ka një uritë e posaçme për të bërë atë akte ekspertimi. Edhe kjo është akte ekspertimi të pakomunikuara, as vendimi, as konkluzioni. Do të thënë, ne këto janë kërkimet tona, që janë kërkime thelbësisht ligjore, të cilat kjo gjyqtare mbajti këtë qëndrim që mbajti. Faleminderit. Faleminderit.